Dhe këta persona që në origjinën e tyre më herët kishin qenë të krishterë, shumica ortodoks, pas islamizimit do ktheheshin në viset e Arnautëve, viset shqiptare, ku do të kujdeseshin që të përhapshin fen e turku që ishte islami. Shembulli më perfekt është Korça, e cila do zhvillohet nga Ilyas Bej Mirahori, një shqiptar jetim, i cili do të martoj motrën e tij me Sultan Bayazidin. Dhe duke u integruar dhe duke u bërë kunati sultanit, Ilyas Bej Mirahori do të marrë investimet osmane dhe do ndërtoj atë që ne njohim sot si qyteti i Korçës, ku do ndërtohet xhamia e qytetit, do ndërtohet medreseja, do të ndërtohet hamami i qytetit. Dhe kështu fillon procesi i urbanizimit osman në Shqipëri. Nëse shohim për shembull qytete sigur Gjirokastra, apo Berati, apo Prizreni, këto qytete janë dëshmi e qytetërimit islamik që shqiptarët e osmanizuar, të cilët do të kthehen në shtyllën kryesore të sundimit turk dhe islamik në Evropë, do të përdorin pushtetin e tyre një për të qytetëruar shqiptarët, për të urbanizuar vendet ku jetonin shqiptarët, dhe në të njëjtën kohë, sikur tregon edhe historiania amerikane Barbara Jelavich, shqiptarët do të kthehen në shtyllën kryesore të osmanëve në Ballkan.